Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Reshjet e fuqishme të natës kanë shkaktuar përmbytje në disa qarqe të vendit me kurbinin ndër zonat më të goditura, ku rreth 60 banesa dhe biznese u mbuluan nga uji. Situata më kritike u shënua në fshatin Zhenj, ku zjarfiksit shpëtuan drejtuesin e një automjeti që rrezikonte të merrej nga rrjedha. Problemet të shumta janë raportuar edhe në Lezhë, Mat, Dibër, Shkodër e Durrës, ku mungesa e energjisë, rrëshqitja e dherave dhe rritja e prurjeve të lumejve kanë vështirësuar qarkullimin dhe jetën e banorëve. Autoritetet vijojnë të monitorojnë situatën, ndërsa policia apelon për kujdes të shtuar në lëvizje. Reshjet e dendura të shiut që kanë përfshirë vendin gjatë natës kanë shkaktuar problematika serioze në disa qarqe, duke çuar në përmbytje, mungesë energjie, bllokim rrugësh dhe situata emergjente për banorët. Ndër zonat më të prekura është Kurbini, ku rreth 60 banesa dhe biznese janë mbuluar nga uji, ndërsa niveli ka arritur deri në 1 metër në disa ambiente. Banorët e raportuan dëme të shumta materiale, ndërsa pamjet e ujit që kanë hyrë nëpër lokale, dyqane, automjete tregojnë për masat e situatës. Më të rënduara janë kushtet në fshatin Zhenj, ku prurjet e mëdha të lumit droj shkaktuan vërshime të fuqishme në rrugë. Një drejtues mjeti rrezikoi të merrej nga rrjedha, por ndërhyrja e shpejtë e zjarfikse bëri të mundur shpëtimin e tij. Përmbytje të mundshme kërcënojnë edhe zonën e Skurajt, ku lumi Vinjoll rrezikon rreth 50 banesa. Në Lezhë rrugët u mbuluan nga uji, duke krijuar vështirësi në qarkullim dhe duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike në disa fshatra. Një pemë rrëzuar në aksin Lezhë-Shëngjin dëmtoi linjat e tensionit, duke lënë disa zona pa furnizim elektrik. Edhe në zonat e Matit, në fshatin rreth Braz, një familje u evakuua pasi u përmbyt banesa e tyre. Zjarfikset dhe mjetet të tjera janë angazhuar për largimin e ujit nga zonat e banuara. Rruga nacionale Burrel-Skuraj paraqet rrezik në disa segmente për shkak të rënjes së gurve, duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve. Situata mbetet e rënduar edhe në Dibër, ku disa fshatra janë pa energji elektrike për arsye sigurie, pasi fidri që furnizon zonën është stakuar për shkak të shkarkesave të forta elektrike. Reshjet kanë shkaktuar vështirësi të mëdha edhe në qarkun Shkodër. Në zonën e Malësisë, segmenti rrugor Breg Lumi Theth u dëmtua, duke lënë të bllokuar 9 persona dhe 5 automjete. Fal ndërhyrjes së bashkisë, policisë së shtetit dhe forcave të armatosura, të gjithë personat u evakuuan me sukses. Rruga mbetet e bllokuar dhe po pastrohet me mbështetje të 10 efektivëve të forcave të armatosura. Në fshatin Preknicaj të Shkrelit, një shtëpi u përfshi nga flakët si pasojë e shkarkesave elektrike, për fat nuk raportohen për të lënduar. Ndërkohë në Durrës, dallgësimi i fortë në det ka detyruar autoritetin portual të pezullojë aktivitetin e peshkimit, megjithse lundrimi i traketeve vijon normalisht. Sipas shërbimit meteorologjik, reshjet pritet të vazhdojnë gjatë gjithë ditës me intensitet më të lartë në qarqet Shkodër, Vlorë dhe Gjirokastër. Policia e shtetit ka shtuar prezencën në akset kryesore dhe apelon për qytetarët që të shmangin daljen e panevojshme dhe të tregojnë kujdes gjatë qarkullimit, duke i orientuar që të mos e rrezikojnë në zonat e përmbytura ose me rrëshqitje dherash. Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës në digën e Fanit dhe Ulzës, ku prurjet janë rritur ndjeshëm, megjithse ende nuk ka arritur nivelin kritik që kërkon hapjen e portave. Situata mbetet dinamike dhe në vëzhgim të vazhdueshëm. Në Bruksel u zhvillua forumi i zgjerimit të Bashkimit Evropian, ngjarja e parë e këtij lloji për prioritetin 2024-2029. Kryeministri i vendit Edi Rama, pjesë e panelit kryesor, theksoi rëndësinë jetike të procesit të zgjerimit dhe falenderoi komisioneren Marta Kos për përshpejtimin e këtij procesi. Komisioni Evropian organizoi forumin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, një ngjarje unike kushtuar prioritetit të tij për periudhën 2024-2029. Forumi shërben si pika të takimit për profesionistë dhe aktorë të angazhuar në agjendën e zgjerimit, një nga prioritetet kryesore të mandatit të Komisionit Evropian, dhe synon të diskutojë sfidat, mundësitë dhe strategjitë për integrimin e vendeve kandidate në Bashkimin Evropian. Kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili ndodhet në Bruksel në kuadër të agjendës për çeljen e grup kapitullit
kapitujve të fundit të negociatave mori pjesë në panelin kryesor të forumit. Në fjalën e tij, Rama e cilësoi procesin e zgjerimit si etik për të ardhmen e Bashkimit Evropian dhe falenderoi komisionerin e zgjerimit Marta Kos për energjinë e re që dha këtij procesi, duke përshpejtuar avancimin e tij vetëm brenda një viti si eurokomisioner. Kjo lidhje e pandashme mes zgjerimit dhe së ardhmes që më bën të flas jo thjesht si kryeministri i Shqipërisë, as si thjesht përfaqësues i një vendi negociues, por si qytetar evropian i një kontinenti historia e të cilit është një tapiceri e endur me luftë e paqe, shkatrim e rilindje, rivalitet dhe pajtim. Dhe më lejoni ta them krejt qartë, në vend që të përdor fjalën zgjerim që ka lindur në Bruksel dhe është rënduar teknikisht, unë preferoj të përdor një fjalë tjetër e cila vjen nga zebra historisë son dhe nga logjika e së ardhmes son të përbashkët, dhe kjo është fjala ribashkim, sepse në të vërtet ky është koncepti, e vërteta e thjesht, një domosdoshmëri historike dhe vetmja rrugë për një kontinent që duhet të rigjej vetbesimin, të mbroj paqen, të ruaj prosperitetin dhe të mbaj peshën e vet në një botë që lëviz shpejt, fort dhe pa mëshirë. Zgjerimi funksionon. Sa herë që BE-ja ka ftuar antar të rinj në klubin e saj, përfitimet kanë tejkaluar frikën. Nuk ka asnjë arsye të vetme të besojmë se gjërat do të jenë kundër tashmë. Demokracia është në tërheqje. Demagogjia po ecën përpara. Të drejtat e njerëzit janë në sulmet. Jo vetëm që Europa është më e conushme, por duket më e mirë si një preferuar për agresorët. Europa e Bashkuar është Europa që formoson fatin e saj. Forumi i zgjerimit ofron një platformë bashkëpunimi për të gjithë profesionistët dhe aktorët e përfshirë në procesin e zgjerimit, duke përfshirë vendet kandidate, institucionet europiane dhe ekspertët e sektorëve kyç. Diskutimet kanë për qëllim të përforcojnë strategjinë për integrimet dhe të krijojnë një vizion të përbashkët për zgjerimin e Bashkimit Evropian, një proces që zgjat më shumë se një dekadë. Forumi shënon një etapë të rëndësishme për agjendën e zgjerimit në BE dhe nxit bashkëpunimin mes institucioneve europiane dhe vendeve kandidate, duke theksuar rëndësinë e integrimit si faktor stabiliteti, sigurie dhe zhvillimi për rajonin dhe për gjithë Europën. Një ditë pasi SPAK i dorëzoi flethiren për të dëshmuar mbi ngjarjen e 21 janarit, Sali Berisha konfirmoi se do të paraqitet të mërkurën, duke e cilësuar hetimin si politik. Në të njëjtën kohë ai kritikoi qeverinë për lënien në mëshirë të fatit të banorëve të zonave të përmbytyra për mungesën e mbrojtjes civile. Kryedemokrati Sali Berisha njoftoi se do të paraqitet në SPAK të mërkurë për të dëshmuar si person në dieni mbi rrethanat e ngjarjes së 21 janarit. Ai theksoi se çështja është hetuar më parë nga ekspertë ndërkombëtar dhe kombëtar dhe e cilësoi procesin aktual si një hetim politik. Dhe vetëm dje, kur shkoj unë aty, ata zotërinë thonë, ka dhe këtë njoftim. Shumë mirë, po sigurisht, si të mos e mirë ja, ka këtë njoftim, shumë dakord. Nesër do jam aty, sepse shumë normale, ndonse e deklaroj që sot që ky është jetim politik, sepse është hetuar me ekspert shqiptar, ndërkombëtar, ku ta diun me radhë. Është hetuar ajo. Është bërë plot hetimi në të 4 anë, por nuk jam thirrë, nuk më kanë pyetur një herë. Po a di pse s'm kanë pyetur? Se isha njeriu i sulmuar, se isha njeriu i rrethuar. Ndaj dhe nuk u lëvërdistet të thristin. Jo. Për pranin e ullët të mbështetësve në platformën e tij parlamentare qytetare, ai e lidh këtë me faktin se nuk ishte organizuar një protestë kombëtare. Sipas Berishës, foltorja kishte për qëllim të mobilizonte qytetarët për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendëskryeministres Belinda Balluku. Nuk ka qenë protestë kombëtare, nuk ka qenë thjesht një foltore, dhe do të jetë foltore parlamentaro qytetare. Vinë ata që duhen të vinë. Kjo është. Çdo interpretim tjetër është absolutisht jo real. Çfarë ka qëllim ajo? Themelimi i një foltorje historike që do vazhdoj pa ndërprerje. Natyrisht, kjo periudhë dhe njëherë partia do përqendrohet sepse nuk mundet që partia të mos bëj analizën e vet.
Berisha nuk la pa kritikuar dhe reagimin e qeverisë ndaj përmbytjeve, duke e cilësuar mbrojtjen civile si inekzistente dhe duke akuzuar se qytetarët janë lënë në mëshirë të natyrës dhe të Zotit të vet. Qindra dhe qindra familje në rrethet Lezhë, Kurbin, Mat dhe Dukagjin, Shkodër janë në mëshirën e fatit, kanë përjetuar të merren nga vërshimet e papërmbajtura të lumeve, ujrave dhe narkoqeveria e tëra është në narkozë. Asnjë ndihmë, asnjë mbështetje, njerëz të lënë në mëshirën e natyrës dhe të Zotit vet. Akuzat ndaj qeverisë vazhduan edhe gjatë mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, ku u diskutua për zgjedhjet e ardhshme që do të përfshijë 77 degët e partisë. Berisha premtoi se foltoria historike dhe aktivitetet e partisë do të vazhdojnë duke qëndruar në fokus të angazhimit politik dhe monitorimit të situatës në vend. Majoranca ka vendosur që paketa fiskale dhe projekt buxheti i vitit 2026 të shqyrtohet në parim në seancën e 19 nëntorit, pavarësisht kundërshtimeve të opozitës që kërkon më shumë kohë për shqyrtimin e draftit. Gazvend Bardhi paralajmëroi se çështja do dërgohet në gjykatën kushtetuese. Në konferencën e kryetarëve është tensionuar debati mbi procedurat e miratimit të paketës fiskale dhe projekt buxheti për vitin 2026. Opozita ka kundërshtuar mënyrën e përfshirjes së 8 ligjeve në kalendarin e seancës së 19 nëntorit, duke cilësuar procesin si antikushtetues. Gazvend Bardhi në emër të opozitës akuzoi majorancën se po imponon një ritëm të papranueshëm, duke vënë në dispozicion vetëm 24 orë për shqyrtimin e dokumenteve voluminoze dhe me impakt drejt për drejt fiskal. Keni futur në kalendar 8 ligje të paketës fiskale, i keni futur për seancën e nesërme në shkelje të plotë të kushtetutës. Këto ligje u janë dhënë deputetëve në datën 14 nëntor dhe kërkoni t'i miratoni nesër. Kjo është e papranueshme dhe hell në erë çdo procedurë parlamentare. Tulini vetëm 24 orë kohë për të diskutuar 8 ligje, mund ta bëni vetëm ju dhe nuk e di kryetar kush ju shtyn ta bëni këtë, por ju a them këtu se kjo çështje do të shkojë në gjykatën kushtetuese. Ndërkohë, pavarësisht këtij konflikti, palët arritën dakordsim për një pikë tjetër të rëndësishme të rendit të ditës, mocionin me debat për situatën e kriminalitetit në vend. Ky mocion i kërkuar nga opozita vjen pas raporteve ndërkombëtare që flasin për rritjen e ndikimit të krimit organizuar në Shqipëri. Ne nuk mund ta shtym sepse rregulloria përcakton që mocioni duhet të zhvillohet brenda 30 ditëve. Ne kemi dëgjuar institucionet e sigurisë, por mocioni lidhet me qeverinë, pra kërkon të njihet edhe të debatohet mbi masat që ka marrë qeveria. Kërkesa vjen në kuadër të raporteve ndërkombëtare që flasin për rritjen e fuqisë së krimit organizuar dhe çmoj se është pikërisht momenti që të zhvillohet ky debat. Unë propozoj që debati t'i caktohet data 18 dhjetor, sepse atë ditë parashikohet një seancë që ka vetëm njoftime dhe diskutime për çështjet jashtë rendit të ditës. Për diskutime, majoranca dhe opozita rënë dakord që mocioni të zhvillohet në seancën plenare të 18 dhjetorit me një kohë totale debati prej 120 minutash. Me qëllim adresimin e rekomandimeve të OSBE-ODIR-it dhe rritjen e standardeve të zgjedhjeve në vend, majoranca dhe opozita ulën në tryezën e parë të komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore, të kryesuar nga Damian Gjiknuri dhe Oerd Byllykbashi. Takimi solli si ofertë bashkëpunimi, ashtu edhe paralajmërime për të mos përsëritur dështimet e reformës së kaluar. Me një thirrje për bashkëpunim të gjerë politik, kryetari socialist i Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri çeli punimet e tryezës ku të pranishëm ishin dhe antar pa të drejtë vote. Ai nënvizoi se fokusi kryesor mbetet adresimi i rekomandimeve të OSBE-ODIR-it dhe miratimi i një ligji zgjedhor të përditësuar brenda mesit të vitit të ardhshëm, në mënyrë që institucionet të kenë kohën e nevojshme për përgatitjen e zgjedhjeve vendore dhe të përgjithshme.
por le shërbej kjo si bazë e mirë për të ndërtuar punën tonë, me qëllim që të adresojmë rekomandimet e ODIHR-it dhe të kemi një ligjë zgjedhor të reformuar deri në mesin e vitit tjetër, me qëllim që të jepet kohë institucioneve, qoftë për zgjedhjet vendore, qoftë nesër dhe për zgjedhjet e përgjithshme, që të kemi një bazë të mirë solide ligjore, siç edhe sot e kemi, por më të përmirësuar dhe me standarde më të mira, por mbi të gjitha me rregulla të gjithë pranuara nga të gjithë aktorët politik. Së fundi edhe një herë u bë thirrje të gjithë anëtarëve të kuvendit të cilët nuk kanë marrë pjesë, pra ata që janë ju takon të jenë si pjesë e komisionit, qoftë në rolin e anëtarit pa drejt vote, të marrin pjesë, të vinë, të kontribuojnë, mos ta zhvillojnë debatin jashtë kësaj salle, debati vërtet do të zhvillohet në këtë sallë. Por optimizmi i mazhorancës u prit me kujdes nga bashkëkryetari demokrat Erbyll Bashi, i cili rikujtoi se përpjekjet e fundit për reformë zgjedhore dështoi duke lënë vendin pa ndryshime ligjore për zgjedhjet e vitit 2024. Ai kërkoi ndryshim të qasjes dhe frymës, duke theksuar se raportet e OSBE-ODIHR-it flasin për përkeqësim të standardeve zgjedhore në 2 dekadat e fundit. Arsyeja është lexohet në raportin e ODIHR-it. Arsyeja lexohet në raportet e ODIHR-it. Për fatin e keq, ne vazhdojmë dhe shohim një përkeqësim dramatik nga një raport në tjetrin. Dhe raporti i vitit 2025 mund të krahasohet me raportin e vitit 2001 në shkallën, në gjerësinë, në thellësinë e problemit. Unë gjykoj që nëse fryma në raport me reformën zgjedhore do të jetë ajo që pati reforma e shkuar, ku pati një komision që për 2 vite rresht erdhi vërdall pa përfaqësuar opozitën në mënyrë reale, duke mos prodhuar asgjë, më pas krijimi një grupi dialogu i cili nuk kishte kuptim në vetvete dhe s'kishte asnjë garanci parlamentare sipas rregullores, sigurisht që në fund fare do të prodhonte atë që prodhoi. Në 2024 nuk pati reformë zgjedhore. Komisioni i posaçëm pritet të trajtojë çështjet kyçe si financimi i partisë politike, rregullat për fushatën online, si dhe depolitizimin e administratës zgjedhore në funksion të rritjes së transparencës dhe besueshmërisë së procesit elektoral. Kryetaria e Komisionit për Mediat dhe të Drejtat e Njeriut, Jorita Tabaku, kërkoi praninë e ministres së Shëndetësisë Evi Sala për prezantimin e projekt buxhetit të vitit 2026, duke refuzuar vijimin e mbledhjes me zëvendësministrat. Socialistët këmbgulojnë që diskutimi të vazhdonte pa ministren, por palët nuk arritën dakord. Në mungesë të marrëveshjes, Tabaku mbylli mbledhjen dhe procesi u shty. Në Komisionin për Mediat dhe të Drejtat e Njeriut, tensionet mes mazhorancës dhe opozitës shuan sot në shtyrjen e prezantimit të projekt buxhetit të Ministrit të Shëndetësisë për vitin 2026. Kryetaria e Komisionit, Jorita Tabaku, kërkoi që dokumenti të prezantojë nga vetë ministrja Evi Sala, duke argumentuar se një material i tillë ka rëndësi të madhe dhe kërkon përgjegjësi të drejtë për drejtë nga titullarja e institucionit. Do t'i propozoj komisionit që neve të vendosim për një orë tjetër se kur ta bëjmë këtë dëgjes dhe të vi ministrja këtu për të ndjekur diskutimet e buxhetit. Nuk ka gjë më të rëndësishme se diskutimi i buxhetit. Programi i qeverisë dhe diskutimi i buxhetit janë 2 nga elementët kryesor. Unë e kuptoj ngarkesën në komision, e kuptoj edhe ngarkesën e një ministre të re që ka ardhur në një pozicion të vështirë dhe sensitiv, por për të vendosur një standard në këtë komision për buxhetin do të jetë ministri. Nga ana tjetër, deputetët socialistë këmbgulojnë që mbledhja të vijonte pas planifikimit, duke propozuar që prezantimi të bëhej nga 2 zëvendësministret e pranishme. Por ne kemi në komision njerëz që janë të rëndësishëm edhe që e din diskutimi është për buxhetin. Nuk është në nivel personal që ne do na thot ministrja një gjë ndryshe që nuk na i thon dot zëvendësministrat. Jam dakord absolutisht që ministrja duhet të ishte këtu, po unë mendoj që ne duhet ta vazhdojmë dëgjesën, sepse 2 zëvendësministrat e linjës dinë me detaje çdo gjë për buxhetin. Edhe zonjat besoj që e din që janë zëvendësministre dhe nuk e zëvendësojnë dot ministren as me prokur. E kërkon rregulloria e parlamentit. Buxheti vjen dhe miratohet nga ministrja. Jemi edhe fleksibël sepse ky parlament ka 11 komisione dhe numri i ministrave patjetër që është i limituar. Nuk e diskutoj fare që ministri i Shëndetësisë duhet të ishte këtu, por mendoj që edhe në respekt të 2 zëvendësministreve dhe të drejtuesave të institucioneve duhet ta vazhdojmë.
Pavarësisht diskutimeve, palët nuk arritën të gjenin gjuhë të përbashkët. Tabaku mbeti e prerë në qendrimin e saj se ministrja duhet të jetë pranishme në komision për një çështje të tillë thelbësore, ndërsa mazhoranca refuzoi të pranojë kushtin e opozitës. Përballë ngërçit, kryetaria e komisionit vendosi të mbyllë mbledhjen duke shtyrë prezantimin e projekt buxhetit për një seancë të ardhshme. Atëherë unë deklaroj mbledhje të mbyllur, ftoj kryesinë e komisionit, majorancën, le të vazhdojmë në mënyrë të njëjtëshme ti drejtojnë sekretarisë kuvendit kërkesën me numrin përkatës deputetëve. Të martën me 18 nëntor shënohet një vit nga vdekja tragjike të miturit Martin Cani, i cili u vra pranë shkollës nënvjeçare Fanoli nga një bashkëmoshatar. Nëna e tij deklaroi se do të apelojë çdo vendim ndaj autorit, ndërsa prokuroria ka kërkuar 25 vite burg për Mario Përdheshajn, duke marrë parasysh mundësinë e aplikimit të kodit për të mitur. Një vit më parë, komuniteti i Tiranës u trondit nga vrasja e të miturit Martin Cani, një ngjarje që ndodhi pranë shkollës nënvjeçare Fanoli. Djali u qellua me thik nga bashkëmoshatari i tij, një akt i cili shokoi familjen, bashkëmoshatar dhe opinionin publik. Një vit pas vdekjes tragjike të miturit Martin Cani, nëna e tij ka deklaruar se djalit ju mori jeta nga një bashkëmoshatar, duke bërë thirrje për masa nga institucionet dhe drejtësi të plotë për të. Ju lutem institucioneve, mësuesve, psikologëve, gjithë stafit që përfshihet në punë të marrë masa dhe mos i neglizhojnë situatat të tilla. Mos kemi fëmijë të tjerë dhe mos kemi fatin e fëmijës tim apo mua si nën që po jetoj çdo ditë me dhimbje. Akoma nuk është marrë vendimi, ne jemi në pritje të vendimit, por gjithsesi unë do jem këtu edhe do ngrej zërin përsëri për fëmijën tim. Ngjarja ka zgjidhur reagime të forta nga autoritetet dhe komuniteti, duke nxitur debate mbi sigurinë në shkolla dhe mbi përgjegjësitë e sistemit të drejtësisë për krimet e kryera nga të mitur. Sipas prokurorisë për Mario Përdheshajn, i dyshuar për vrasjen, është kërkuar një dënim për 25 vitesh burg. Megjithatë, mund të aplikohet kodi penal për të mitur, që parashikon masa të veçanta për personat nën moshën 18 vjeç. Vendimi i gjykatës dhe masa përfundimtare pritet të përcaktojnë se si do të zbatohet drejtësia në këtë rast tragjik. Familjarët dhe komuniteti shprehin vazhdimisht dhimbjen dhe kërkesën për drejtësi, duke kujtuar Martin Canin si një djalë të pafajshëm që humbi jetën në mënyrë të parakohshme, ndërsa procesi gjyqësor vazhdon të tërheqë vëmendjen publike. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë vendimin për disa të pandehur në hetimin e lidhur me komunikimet në aplikacionin Sky ETC, duke dënuar disa prej tyre me burg të shkurtuar, duke liruar Oltion Bistrin dhe duke rrëzuar kërkesën për konfiskimin e 1.3 milion eurove. Trupa gjykuese e GKK-s e përbërë nga gjyqtarët Etleva Dede, Flora Heridinaj dhe Irina Gjoka, pas një seance të gjatë 4 orëshe në dhomën e Këshillimit, ka shpadhur vendimin për disa prej të pandehurve të dosjes së njohur si Metamorfoza. Hetimet janë fokusuar mbi komunikimet dhe aktivitetet e dyshuara të kryera përmes aplikacionit Sky ETC, që përdorej për koordinimin dhe komunikimin e organizuar midis të pandehurve. Në vendimin e shpadhur, Edmond Preka është dënuar me 10 vite burg, të cilat do të ulen në 7 vite me gjykim të shkurtuar. Behar Brajovic ose Bajri është dënuar me 13 vite burg, të cilat me gjykim të shkurtuar zbresin në 8.8 vite. Gjithashtu, në burg ka përfunduar dhe Asmer Bilali, i cili ka marrë 8 vite e 6 muaj, të cilat me gjykim të shkurtuar u ule në 5 vite e 8 muaj. Gjevahir Lita është dënuar me 5 vite burg, por me gjykim të shkurtuar u ulet në 3.4 vite. Por vendimi do të ekzekutohet me një herë për shkak se ai ka shklyer fajin e tij duke përfituar kështu nga zbutja e dënimit. Një rast i veçantë është ai i Oltion Bistrit, i cili u shpalli pafajshëm për korrupsion, fajtor vetëm për zbulim të akteve ose të dhënave sekrete dhe i pafajshëm për pastrim parash, pasi nuk ishte prova që e lidhin me këtë akuzë. Ai u dënua vetëm me 2 vite burg, por vendimi u shua dhe Bistri u lirua me një herë. Po ashtu, GKK-i arrëzoi kërkesën e Spakut për konfiskimin e 1.3 milion eurove që kishte vendosur ndaj tij. Për Ardit
Hasan Begaj dhe Pollum Gjokën, vendimet nuk janë dhënë ende dhe shpallen me 2 dhjetor pasi avokatët mbrojtës nuk kishin paraqitur mbrojtje në seancë. Ky proces i gjyqësisë përbën një nga hetimet më të rëndësishme të lidhura me përdorimin e SKAJCC-s për komunikime të dyshuara kriminale dhe ka prodhuar vendime të ndryshme për secilin prej të pandehurve, duke përfshirë burgim të shkurtuar, lirim të menjëhershëm dhe rrëzim të masave financiare. Vendimet e GKK-s vijnë pas një procedure të gjatë hetimore dhe procesi gjyqësor është ndjekur me interes nga opinioni publik dhe institucionet që monitorin krimet e organizuar dhe korrupsionin në vend. Shpadhja e këtyre vendimeve është një hap i rëndësishëm në adresimin e një prej çështjeve më komplekse të periudhës së fundit të drejtësisë shqiptare. Gjykata e Korçës ka ndryshuar masën e sigurisë për Denis Meçen dhe Leonila Guçen, të dy të akuzuar për vrasjen e Egli Progos në gusht të vitit 2024. Përfundimi i afateve ligjore të paraburgimit dhe vonesat në rikuperimin e pamjeve filmike të ngjarjes kanë çuar në zëvendësimin e masës arrest në burg me arrest shtëpie. 2 të arrestuarit për vrasjen e Egli Progës, Denis Meçe dhe Leonila Guçe kanë lënë qelit e paraburgimit pasi gjykata e Korçës ka vendosur të ndryshojë masën e sigurisë ndaj tyre. Pas 15 muaj shndrimi në paraburgim, gjykata ka konstatuar se afati ligjor ka përfunduar dhe masa arrest në burg është zëvendësuar me arrest shtëpie. Sipas të dhënave, Meçe dhe Guçe akuzohen për vrasje me dashje kryer në bashkëpunim në ngjarjen e 10 gushtit 2024 në lokalin Stropçka, ku mbeti i vrarë Egli Proga. Hetimet e prokurisë së Korçës vazhdojnë, por procesi ka hasur në vështirësi për shkak të pamjeve filmike të fshira nga kamerat e sigurisë të sekuestruara në vendngjarje. Materialet e sekuestruara janë dërguar jashtë Shqipërisë për ekspertim dhe përpjekje rikuperimi, por kjo procedurë e zgjatur ka bërë që afatet e paraburgimit të mbarojnë, duke i dhënë mundësi mbrojtjes të kërkojnë ndryshimin e masës së sigurisë. Hetimet pritet të vijojnë me të njëjtin intensitet, ndërsa e njëjta procedurë për rishikimin e masës së sigurisë do të ndiqet edhe për Voltan Shkulakun dhe Arjan Manedharin, të arrestuar për moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbardhjen e së vërtetës. Të nderuar teleshikues, do të ecim me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 19 nëntor 2025 do të ndikohet nga masa ajrore të lagështa dhe të paqëndrueshme që do të sjellin mot me rreshje shiu dhe stuhi në disa zona qendrore dhe jugore. Paraditja do të paraqitet me vranësira dhe rreshje të dendura në shumë qytete, ndërsa në orët e pasdites pritet përmirësim i përkohshëm në disa zona perëndimore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 20 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 3 orë me intervale të shkurtra me diell. Era do të frymë mesatare deri e fortë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 5 deri në 7 metra për sekond, ndërsa në zonat bregdetare her pas here arrin deri në 9 metra për sekond. Deti do të jetë i trazuar me dallgëzim mesatar të lartë rreth 3 deri në 4 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 19 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 19 nëntor do të jetë në orën 6:27, ndërsa perëndimi në orën 16:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 13 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 10 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 12 deri në 15 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 18 gradë Celsius. Durrës, 16 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj, 15 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 14 deri në 17 gradë Celsius. Berat, 15 deri në 19 gradë Celsius. Korç, 9 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë, 16 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastër, 14 deri në 17 gradë Celsius. Sarand, 17 deri në 19 gradë Celsius.
Territori i Kosovës për datën 19 nëntor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike më të qeta krahasuar me ditët e mëparshme, duke sjellë mod kryesisht të kthjellët dhe pjesërisht të vranët në disa zona. Paraditja do të jetë me intervale të gjata me diell, ndërsa në disa rajone priten vranësira të her pas hershme pa rreshje. Temperatura minimale do të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në pjesën jugperëndimore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 19 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 19 nëntor do të jetë në orën 6:25, ndërsa perëndimi në orën 16:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 5 deri në 11 gradë Celsius. Podujev 2 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj 4 deri në 11 gradë Celsius. Pej 7 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 12 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 13 gradë Celsius. Malishev 5 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan 6 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 6 deri në 11 gradë Celsius. Kaçanik 8 deri në 13 gradë Celsius. Suhare 5 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 6 deri në 12 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita, bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.